I braktisur nga të gjithë dhe i pashoqëruar nga asnjë familjar, 80 vjeçari Shefit Rapaj, autori i vrasjes së bashkëshortes së tij, Dashurie Rapaj, 75 vjeçe, 2 ditë më parë në kumën të Roskovecit, është përcjell në banesën e fundit nga punojësit e shërbimeve komunale të Bashkisë Roskovec. Sipas drejtorit të ndërmarrjes së shërbimeve publike pranë kësaj bashkie, Arben Duka, negociatat e policisë me familjarët për të tërhequr trupin nuk dhanë asnjë rezultat, ndaj në bazë të ligjit, ceremonia martore u krye nga bashkia. Në territorin e Bashkisë Roskovec, para 2 ditësh ndodhi një tragjedi familjare, ku krye familjari vrau bashkëshorten, pastaj e vrau dhe vetë. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Kumën, po njësia administrative Kumën të Bashkisë Roskovecit. Pas ngjarjes së rëndë që ndodhi, ka ndërhyrë policia dhe të 2 trupat e të ndjerëve janë shoqëruar për morgun e spitalit në zbatim të ligjit. Dje është organizuar ceremonia e varrimit për të ndjerën, ku familjarët shkuan e trohoqën trupin nga morgu i spitalit dhe bën ceremoninë e varrimit. Zonja ndjesket është varrosur në fshatin e Vendidis, fshatin Alambres, ndërsa të ndjerin është detyruar që bashkia të kryejë varrimin, për arsye se pas shumë negociatave që bëri policia me familjarët për ta tërhequr trupin dhe për të organizuar ceremoninë e varrimit, nuk u gjet gjuha. Ne jemi njoftuar nga policia që duhet të veprojë bashkia komunale, bashkia për të kryer varrimin. Jemi detyruar të bëjmë organizimin dhe kemi shkuar me shoqëritë të licencuar për transportin nga morgu për në Varreza. Është kryer varrimi nga ndërmarrja përkatës, pa prezencën e asnjë nga familjarët. Dhe çfarë ore është tërhequr trupi? Trupi është tërhequr rreth orës 2:30. Ceremonia e varrimit ka shkuar deri nga ora 3:30. Ndërkohë që Dashurie Rapaj u përcoll në banesën e fundit në fshatin Allambreas të Beratit, në vendlinjen e saj, bashkëshorti i vrasës u braktis nga të gjithë, pa asnjë lot dhe asnjë lule në varrin e tij.